Bazuar në nenin 5 paragrafi 3 i Kodit Zgjedhor të Federatës Futbollit Kosovës, zgjedhja e presidentit mund të zhvillohet me votim të fshehtë ose të hapur. Duke qenë se kemi vetëm një kandidat të vlefshëm, Komisioni Zgjedhor në ushtrim të kompetenca procedurale i propozon kuvendit që votimi të zhvillohet me votim të hapur me aklamacion. Prandaj, kush është pro këtij propozimi? A ka kundër? Abstenim? Nuk ka. Konstatojmë se kuvendi shpreh pajtimin që zgjedhja e presidentit Federatës të Futbollit Kosovës të zhvillohet me votim të hapur. Në vijim, hedhet në votim pika numër 7 e rendititës zgjedhja e presidentit Federatës të Futbollit Kosovës. Kush është pro zgjedhjes së zotria Agim Ademit për pozitën e presidentit të Federatës të Futbollit Kosovës për mandatin 4 vjeçar 2026-2030? A ka kundër? Abstenim? Nuk ka. Ftojmë verifikuesin që të raportoj për rezultatin e votimit. Sa mujta me vërejt, për 52 që votun, 52 kënë pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Kështu që urime, president. Konstatojmë se kuvendi me shumicë votash ka zgjedhur zotria Agim Ademi, president Federatës Futbollit Kosovës për mandatin 4 vjeçar 2026-2030. Urime.